mesazh telefonik, as mesazh nëpërmjet emailit në lidhje me zarfin e fletës votimit. Pjesa tjetër lidhet me ata votues që DL mund t'i ketë kontaktuar, nuk janë përgjigjur njoftimit apo mesazhit të DL-s dhe janë akoma në pritje deri në datën 8 në zyrat e DL-s. Normalisht ata do duhet të bëjnë të gjitha njoftimet, nëse nuk i kanë bërë, të bëjnë të treja tentativat, dhe ndërkohë dhe më pas do duhet të presin nëse vetë zgjedhësi do t'i kontaktojë. Pra, kjo është. Nëse kishte fjalë për diferencën tjetër, ajo ka të bëjë me numrin e zarfave që sot të themi pritet të vinë. Po. Zoti Tribashe, në lidhje me po. Zoti komisioner, referuar këtyre problematikave dhe prezantimeve të partive politike të cilat marrin pjesë në zgjedhje. A ka pasur për kundërshtuar proceset politike nga jashtë? A rrezikohet legitimiteti i procesit? Jam i bindur 100% e jashtë çdo lloj interesi. Më së pari lidhet me atë se çfarë është bërë për realizimin e këtij procesi, me punën, kohën, energjitë janë shpenzuar, por në mënyrë kategorike në gjykimin dhe në vlerësimin tim nuk mund të vjet në dyshim integriteti i votimit nga jashtë. Është një proces te modestisë që nuk është realizuar në mënyrë perfekte dhe jo për shkaqe që lidhen me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, por është një proces realizuar pa hezitim ta them shumë mirë. Gjykuar nga numra gjithmonë, pastaj gjithë secili mund të bëjë vlerësimin e vet. Ndoshta ne nuk jemi në terren dhe nuk dim shumë se çfarë ndodh, por nga ato çfarë vjen këtu tek ne, qoftë nëpërmjet partive politike, qoftë nëpërmjet votuesve, asesi ky proces nuk mund të vjet në diskutim. Po lexoja para disa ditësh në lidhje me procesin e votimit të jashtë nga jashtë në Gjermani, edhe me gjithë respektin për standardin gjerman, pa diskutim, por atje diskutohet për humbjen e 40.000 votave. Apo problemeve që patën në Austri së fundi, ku nuk u konsideruan fletët e votimit nga jashtë për shkak të problematika që lidheshin me zarfin që mbante fletën e votimit, pasi ngjitsi nuk do të thënë zarfat ishin të hapur, nuk mund të ngjiteshin. Por respektoj mendimin dhe opinionin e gjithë kujt në lidhje me këtë çështje. Jo vetëm për faktin që e di shumë mirë se sa kontribut, dhe jo vetëm nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është dhënë për këtë proces, por edhe nga vetë partitë politike, nga organizata të ndryshme dhe nga ajo se si është ky proces duke zhvilluar, mendoj që meriton të vlerësohet i arrirë dhe ka përmbushur qëllimin e vet. Në fund fundit janë 144.783 deri tani votues, të cilët e kanë sjellë fletën e votimit, janë 224.000 për 225.000 të cilët e kanë marrë, janë numra të tregojnë që sistemi ka funksionuar dhe po flasim për një sistem i cili është përgatitur një kohë shumë të shkurtër në mënyrë mekanike, merr zarfin A, fut fletën e votimit, fletët e votimit të palosura, nuk e ka bërë askush që kemi bërë ne, vendos në zarfin B, përgatit në këtë set në atë zarfin e DL-s. Pagesa ka shumë aspekte që ndoshta një ditë tjetër mund të flasim më gjatë për atë se si është bërë ky proces. Dhe nuk do të them që problematikat nuk duhet të adresohen në çdo lloj mënyre, në rrugë administrative, në rrugë penale. Nëse dikush do duhet të japë llogari dhe të përgjigjet për çfarë nuk është bërë mirë, ne nuk kemi pikën e hezitimit për këtë gjë. Zoti Celibashi, për të vijuar pyetjen e kolegut dhe për të marrë me problematikat konkrete që ngrënë si shqetësim partitë politike. Për shembull, dje nga Partia Demokratike u denoncua se në Greqi ka pasur probleme masive që lidhen e para
kompania DHL nuk ja ka dorëzuar zarfet në adresë ashtu sikurse ishte parashikuar në fillim, dhe jo vetëm kaq, por emigrantët nuk arrin t'i marrin votat as në kompaninë postare, aty ku u janë kërkuar që të shkojnë dhe të marrin personalisht zarfet me fletët e votimit. Denoncimi ishte i tillë që emigrantët shkonin dhe nuk i gjenin zarfet e tyre dhe i kanë thënë që persona të tjerë të paautorizuar i kanë marrë këto zarfe në emër të tyre. Për shembull në Greqi, një tjetër rast ishte që 16 emigrantë kishin shkuar për të tërhequr fletët e votimit dhe nuk i kishin marrë dot sepse kishte marrë sërish një person në emër të tyre. Partia Demokratike e het akuzat se janë njerëz të lidhur me Partinë Socialiste, por ajo që dua të di nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është se çfarë keni bërë ju për t'i konstatuar vërtetësinë e këtyre problematikave. Ju thoni që respektoni opinionet, por çfarë keni bërë për të verifikuar nëse janë fakte dhe denoncime konkrete nga emigrantët? Faleminderit. Kur respektojmë opinionet, aq më shumë jemi të detyruar të respektojmë faktet. Unë kam realisht gjithë respektin, sidomos për partitë politike të gjithë spektrit, pa përjashtim dhe për çfarë ato thonë. Por ajo çfarë merr rëndësi dhe ka peshë në gjithë diskutim është fakti. Mbi ato fakte që ne na e paraqitur, ne kemi marrë ato masa që do duhet të merrnim. Mundet të ketë që në rast i tillë, por çfarë do duhet të bëjmë? Unë nuk më vjen në mendje se çfarë do duhet të bëjmë. Ishte dikush, është njëri që bëri këtë vajta, tani nëse një zgjedhës nuk e ka marrë fletën e votimit, ka gjithë mundësinë për të raportuar vetë zgjedhësi. Është me vlerë që partitë politike bëjnë zëdhënëse të shqetësimit të votuesve. Por ajo çfarë ka rëndësi dhe për të kuptuar se çfarë ka ndodhur vërtet, është që ky zgjedhës ose edhe vetë partitë paraqesin faktin që 1, 2, 3, 4, 5 apo 6 zgjedhës kanë shkuar dhe kanë ndodhur ajo të cilën ata e pretendojnë. Te kësaj nuk e di se si ne, si institucion, apo dhe strukturat të tjera, mundet të operojnë. Në të nuk është se ne kemi një fakt dhe nuk e kemi adresuar. Fakti, nëse qënë fakt që, shiko, ka ndodhur kjo dhe thjesht e thënë. Komisioner, kam përshtypjen që është një fakt i dukshëm që protokolli juaj nuk parashikon asnjë filtr vërtetësie që zarfin e mori Siona apo Marsela. Ju kërkoni vetëm një nënshkrim. Dhe është ndërgjigje një postieri nëse ta kërkon apo jo kartën e identitetit. Po ju si KQZ nuk e kuptoni kurrë nëse karta ishte e Sionës, ajo që u paraqit dhe e mori Siona. Pra, një votuesi në Greqi që mund të thotë në perë që nuk e mora kartë, nuk e mora fletën e votimit, ju nuk keni se ta kuptoni e mori apo jo, se nuk keni se ta dokumentoni që kush e ka tërhequr fletën e tij. E para. E dyta, ju lutem, a mund ta shpjegoni pak më qartë çfarë ndodh me Greqinë, sepse është po pra fakt që presim 68.000 fletë votimi dhe kemi 23.000 fletë votimi. Ndërkohë që kryeministri, se ju sa keni njoftuar, ka thënë që sot nishut e Greqit mbyllet posta, e të premten mbyllet për Greqinë një ishullore. A mund t'ju shpjegoni pak më konkretisht shqiptarët e Greqisë si mund ta zgjidhin këtë? Tani, nëse çdo njëri prej nesh e ka patur një eksperiencë se si funksionon dorëzimi i dërgesave postare, e di shumë mirë që ka vetëm një mënyrë për të konfirmuar nëse një dërgesë postare për X person merret apo jo nga ky person. Është protokoll ndërkombëtar. Personi që merr dërgesën postare në dorëzim nënshkruan. Dhe ne, kur të vi momenti për të vlerësuar nëse të themi Iliriani e ka marrë apo nuk e ka marrë, do të kërkojmë provat që e ka marrë apo nuk e ka marrë Iliriani për këtë. Është vetëm një mënyrë, unë nuk di mënyrë tjetër. Nëse dikush di një mënyrë tjetër, le ta bëjmë me dije. Nuk ka mënyrë. Po pra, po mund të vërtetohet kjo, është njësoj si çdo gjë tjetër, është çdo gjë tjetër si. Po kur mund ta bëj? Po voto. Po mirë, pse duhet ta marrë të mirë qenë këtë që thonë ju që ka ndodhur kështu? Unë by default, marrë të mirë qenë që protokolli ka funksionuar. Nëse dikush pretendon që kjo gjë nuk ka funksionuar, do duhet të paraqesi evidencën që po nuk ka funksionuar. Jo, ne kemi 1/3. Jo, të lutem, një sekondë. Ne kemi 1/3 e votave, është 1/3 e votave, është 60% e votave që kanë mbritur rreth.
Por nuk e dim as për Greqinë se si ka ndodhur kjo gjë. Është e gjitha e thënë. Po cilat janë shifrat? Komisioner, kemi të regjistruar 28.000 nga Greqia, ndërkohë që ju keni raportuar në sistem që nga Greqia deri sot kanë mbritur vetëm 23.000 flet votimi, që tregon që 1/3, më pak se 1/3 kanë mbritur aktualisht në Shqipëri. Dhe ditën dispozicion janë shumë pak. Italia ka shumë se gjysmën që kanë mbritur. Ndjesë, Siona, pse duhet ta themi këtë gjë? Ne këtë që thoni ju mund ta themi në orën 19:00 të datës 11 maj. Keni durim të presim deri në datën 11 maj në orën 19:00. Mund të jetë kjo situatë, mund të jetë ndryshe situata. Ne nuk mundet që të paragjykojmë procesin për ditët që kanë ngelur. Është shumë e rëndësishme që edhe nuk ka të bëjë fare me asnjë justifikimi në mënyrë absolute kjo gjë, por është shumë e rëndësishme që të ketë prova, nuk po them domethënse, po të ketë prova për çdo pretendim të ngritur. Dhe ka vetëm një gjë të cilën unë do duhet ta ritheksoj përsëri. Çdo votues nga jashtë i cili është ballafaquar me një problematik, është në mundësinë dhe në lirim për ta bërë të individualisht. Nëse do të spekuloja, do të thoja që në një shumicë rastesh të cilat ne na janë bërë me dije, kur kemi bërë verifikimin, kanë rezultuar spekulime të pastra. Ka raste kur ai thotë që unë vajta nuk e gjeta zarfin atje dhe kemi verifikuar që ai s'është fare i regjistruar. Edhe thot pastaj, pse nuk do votonin ne të gjithë votuesit nga jashtë? Po ky është një rast, nuk është përgjithësues. Për ditët që kanë ngelur, qëndron thirrja që ne kemi bërë publike. Për ata votues të cilët janë regjistruar dhe nuk kanë marrë asnjë komunikim, nuk kanë asnjë komunikim me DHL-n, duhet që të kontaktojnë DHL-n për faktin që pse ne jemi regjistruar dhe nuk na ka ardhur zarfi. Për ato arsye ka ndodhur kjo, më së shumti që unë shpjegova. Problematika me adresën dhe problematika me numrin e kontaktit që këta votues kanë dhënë dhe me adresën e emailit. Na raportohet nga DHL që ta nuk i kontaktojnë dot, janë numra të cilat janë jo të saktë dhe nuk lidhen me zgjedhësin i cili do t'i duhet i dërgohet dërgesa. Atë mund të pasim të që kanë 13 vite më parë, një kandidat praktikisht fitoi zgjedhjet me vetë 10 vota plus, por më pas i humbi me 100 vota të tjerë për kandidat. Unë nuk jam profet, nuk di të them se si do të vendoset për rastin kur dikush do të pretendoj, do të kontestoj votimin nga jashtë apo dhe votimin brenda vendit. Por më tepër që kjo është një çështje e cila do të vi si rrjedhoj e shqyrtimit të ankimeve të mundshme zgjedhore. Ajo çfarë jam duke thënë tani, me bindje është fakti që procesi i zhvillimit të votimit nga jashtë, duke llogaritur edhe duke kalkuluar numrin e problematikave, mendoj që ky proces është në përputhje me të gjitha parashikimet. Thash, nuk është perfekt, por mund ta them pa hezitim që është shumë i mirë. Te edhe problematikave të shumta që referohen nga Greqia, por të cilat në momentin kur ne i kemi adresuar ato, jo pak prej tyre, se nuk dua të them që shumica e tyre, po jo pak prej tyre kanë rezultuar që janë o të paqena ose janë spekulative. Ndaj e ritheksoj edhe një herë që çdo votues nga jashtë duhet që individualisht të raportojë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, se kështu merr dhe përgjegjësinë. Nëse Iliriani thotë që mos merrni zarfin, por ndërkohë ai e ka marrë zarfin, ka nënshkruar vetë, do marrë përgjegjësi për ato deklarimet e rrema që ka bërë. Kur ta kemi këtë numër, do të kuptojmë që ky numër impakton negativisht, sa negativisht impakton në votimin nga jashtë. Edhe do të ishte e udhës në fakt që për mendimin tim që ky proces të vlerësoj ashtu sikurse është duke u zhvilluar. Po zhvillohet për herë të parë, natyrisht që ka probleme, të cilat gjithsecili ju
prej jush dhe po kushdo tjetër mund t'i konsultoj se si qëndrojmë në raport me eksperiencat e vendeve të tjera. A është kjo eksperienca më e keqe, është më e mirë apo është normale?